Në një realitet ku fëmijët tanë jetojnë në një botë fizike dhe virtuale njëkohësisht, siguria digjitale është kthyer në një emergjencë arsimore dhe sociale. Për t'i paraprirë këtyre sfidave, në shkollën Osokuka u mbajt konferenca Higjiena Kibernetike në shkolla, në një nisëm që synon të nxjisë ndërgjegjësimin dhe të sjellë zgjidhje konkrete për mbrojtjen e fëmijëve në mjedisin online. Kjo konferencë u organizua nga aspirantet për drejtore të shkollave Anila Kola, Arlinda Nikoli dhe Unida Prenga, në bashkëpunim të ngushtë me ekspertin e IT, Kevin Locaj. Kjo temë na përket të gjithëve, si shoqërinë rrallë të parë, si familje, si shkollë, si institucion dhe më gjerë. Prandaj janë shumë hallka që duhet të vihen në punë për mos me pas penalizime, mos me thanë me shku deri në fatkeqësi siç po ndodhin vetëm nga përnikjet që bëhen në rrjetet sociale. Duke pa edhe ngjarjet jo fort të këndshme që kanë ndodhur në mjedisin shkodran, po edhe në gjithë vendin tonë në lidhje me rrezikshmërinë që kanë pas, domethënë ngacmimet në rrjetet sociale dhe ndikimi i tyre për disa adoleshentë ka qenë edhe me pasoja për marrjen e jetës së tyre, atëherë kjo temë ka një rëndësi tepër të veçantë. Ky projekt synon të rrisim ndërgjegjësimin e nxënësve për rreziqet e botës online, si phishing, hakerimi, abuzimet digjitale, të fuqizojmë mësuesit përmes trajnimeve, materialeve praktike që ata të jenë udhëzues i sigurt për nxënësit në këtë fushë. Siguria kibernetike është pjesë e sigurisë kombëtare dhe shkolla është pika e parë ku ajo duhet të nisë. Ky ishte një nga mesazhet më të fuqishme të konferencës që pritet të hapë rrugën për politika dhe praktika më të avancuara në mbrojtje të fëmijëve tanë në mjediset digjitale. Pjesë e bashkëpunimit ishin dhe mësuesit, prindrit dhe nxënësit e shkollës Osokuka.